Selam, thot Hoxh, jam një non, dhe gjënë mira, mashallah, e 4 fëmijëve jetim. Dhe më thonë, e 4 fëmijëve jetime, si duket edhe kjo është jetime, vetë ka qenë jetime. Jetoj me prindë të tim shoqit të ndjerë, ose dhe më thonë e ka për qëllim se fëmijët janë jetim. Se burri i saj është i ndjerë, rahmetullahi alejh. Prindët e tij janë 90 edhe 80 vjetë. Vjeri dhe vjera, mashallah. Thot nuk vlerësohem. Aleikum salam, rahmetullah motër. Mos prit vlerësim nga njerëzit. Prit vlerësimin nga Allahu. Bile, ma mirë që ka herë ne si musliman nuk na vlerëson ndoshta sa duhet dikush, në këtë formë mos më na hub sevapi. Unë të këshilloj që sabër. Bane për i Zotë Zotit me një jetin sa më të pastër. Mos prit për kërkuish problem. As vlerësim. Dije se gratë si ti janë në zhdukje sipër. Gjithmonë ata vjerri që kanë nusën e sjellshme nuk ja din vlerën. Ose në shumicën e rasteve më mirë t'jam më kujdesshëm. Nuk ja din vlerën. Kur ta humbin ata, mase ne e vlerësojnë. Por çto është jeta? E rëndësishme dije se të Allahu kur nuk ki me hub. Kur s'ki me hub. Allah ta mëshiroft edhe burrin që t'ka vdek, këta fëmijë tim t'i rujt, t'i boft halalit, edhe u gëzofsh me ta në dunja dhe në ahiret. Më vjen mirë që ka hala nuse të tillë që i kqyr vjerrit plesht edhe plus jetimat. Më vjen mirë. Mbesa jemi në krizë të kësaj pike. Të lutem, këqyri për i Zotit. Allahu ta shpërbleft mundin.